Ministra e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku zhvilloi këtë të mërkur një inspektim në kantierin e rrugës Kthesa e Bërdicës Ura e Bahçallëkut, një projekt që synon të përmirësojë ndjeshëm qasjen hyrëse në qytetin e Shkodrës dhe infrastrukturën përreth. Ndërtimi i urës së re të Bahçallëkut mbi lumin Drin është vepra më e rëndësishme e këtij projekti. Ura e re do të shërbejë për akomodimin e trafikut për mjetet që lëvizin në drejtimin e Tiranës, ndërsa ura ekzistuese do të shërbejë për trafikun që lëviz në drejtim të Shkodrës. Zëvendës kryeministra, njëherësh ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, inspektori nisjen e punimeve në këtë kantier, ndër më të rëndësishmet sa i takon infrastrukturës në zonën e vendit të Veriut. Projekti parashikon edhe plotësimin e segmentit dhe elementit urban, si dhe hapësirat e nevojshme për lëvizjen e qytetarëve. Nga ana tjetër, kjo ndërhyrje do të rrisë vlerën e të gjithë zonës. Mobilizimin e kantierit, ndërkohë që ishte aplikuar nga ana e RSH për të marrë lejen e ndërtimit, është përdorur ky afat kohor vetëm për mobilizimin e kantierit dhe nga ana tjetër, duke qenë se kemi pasur kërkesë nga Bashkia e Shkodrës për të urbanizuar projektin, gjë që nuk është hera parë që ne e bëjmë, kemi thënë këtë në unazën e madhe, kur ne nisëm unazën e madhe, na është dashur që bashkëpunojmë më pas me Bashkinë e Tiranës, duke qenë se që gjitha këto vepra pavarësisht se janë infrastrukturë kombëtare rrugore, nga ana tjetër futen në zonat banuara duke bërë kështu të nevojshëm që të ketë edhe pjesë të tjera që janë të lidhura dhe të ndërlidhura me pjesët e mobilimit urban. Pra që ka të bëjë me trotuaret, ka të bëjë me ndriçimin, nganjëherë edhe me zonat gjelbëruara. Zëvendës kryeministra tha se janë marrë parasysh edhe kërkesat e ardhura nga Bashkia e Shkodrës për këtë projekt, i cili synon të përfundojë plotësisht përpara afatit të parashikuar për të lehtësuar trafikun në hyrje dalje të qytetit. Drejtori i RSH Gëntjan Gjyli sqaroi se rruga ndërtuar do të jetë kategorisë D, gjithashtu do të ketë edhe trotuare për secilin drejtim lëvizjesh.